Përshëndetje, mirë se erdhët në kanalin tim. Tani do merrem me lulet, me syrin e luleve jam këtu tek ati far. Edhe shkoni nuk e di se kush ka hipur nga këta punëtorët këtu është hedhur nga muri, kur unë do të pas mbyllur derën edhe që aty edhe shifet si kam bërë muri. Dhe ndër shikoni disa drasa gjëra se bëj disa rregullime këtu poshtë tek ati far. Edhe tani kemi dhe këtë mbretin këtu që po na shikon që do gjume dhe nuk fle. Si nuk fle. Edhe është qira i shumë të balin. Edhe jam kështu në bijame sot, sepse jam në shtëpi. Edhe përveçse se shkon kështu të mirë, por u dhe nga bankomatin, që jam të vendosur. Edhe tani do merrem me lulet. Kam për të ngritur edhe një vazo tjetër nga gati 2, të cilë poshtë, por u dova shumë sepse i mora gjitha këto i solla poshtë. Edhe tani do fillojmë nga puna sepse na vajti vonë, sepse kemi për të rregulluar edhe balkonin, do ta bëjmë pak kështu si stil boko, më pëlqen shumë, edhe do fillojmë punas. Por përdor të kjo nuk marrë vesh fare në flet. Morë dhe ndra 2 fas në kjo edhe që më marrë të lullet këtu që bjellë. Këtu që me dhe këto lullet në fare këto, por unë harrova të myrja dorezat. Sepse mua për kjo thrash më bën pak alergji, më bërë balin me putra. Edhe harrova të mërja, por për tja shumë, edhe plus që du të marrë ma djetë, në gjithë më lejtë pres pra poshtë, jo, nuk e bëj dot më. Jam shumë e marrë. Edhe tani do marrë duhet që t'i vendos tu, kam edhe vazat andej, duhet t'i marrë e t'i sjellë. Ato këto 3 mullagat që janë këtu, do t'i vendos të këto vazat e bardha, ndërsa këto nuk e di se çfarë quhen këto pejt, linga. Kua dhe në këto për, janë kështë që zanarë në duket. Edhe këto do t'i vendos tek një vazo që është kampani e madhe dhe është gjërë sepse balkoni do këtë festivin të bardhë dhe peshtë dhe nësë në këtë do jenë të ndërthurur me gëzërisë. Kështu shumë të përgjëshim ka rahat edhe të fillojmë punës. Matias! O Matias! Ti në gjumë! Këto vatë që janë të qëpëra. Shumë Hava shumë të që vendosë dhe të algura këtu në fund. Kam të këtu. Ti marrë të këto vazë të tjere. Edhe për vendosë këtu. Dhe harro të shëndris që të njërë dhe të salgurë. Dhe u shkojnë të të në tjë, nuk për shkojnë fare, dhe ko për ujtë dhe për të të në poshtë. Nuk krija këtë janë. Dhe kam që do vendosim një herë të këto shpërëve që në fanë në balkon. Po veç këto i që të qonë që të para.
më bëj alergjik në pleu. Po, ka një shpleu në të kam më bënë në alergjik. Dhe unë më duket në fakën të marrë një mëndë. Matias. Se gëzon në pjesë nuk e shikoni. Në pjesë në kom thjesht të gati mos të rrjet në shpi. Sot kom për të shmontuar edhe kravatin tonë për gjumi. O shpypin që gëzon ti. Unë duke të shkëntë dhe të kam heqër dëshirë gjitha ato, është dhe një fikër të mërë. O dhe mërë dhe më të në që të stanat. Unë dhe që dënë heqër. Matias! Në jetë a ime? Marëm të rishë sa kur? Në vendosë. Matias! O, Matias! Edhe unë pas kam gjithë të sot për të vëshën në të bata. Se nga se bëbali. Do marrë dhe disa në marrë të tjera. Po, harron të marrë. Matias! Matias t'i marronim lulet. Mira të, por edhe nuk e dhe gjumi. Qa? Që së është qirë të bafë. Qa? Matias? E zhiri gjumi më në fund Matias edhe tani e mbuka këtë lule, por shkoni qëfar i bërë. Vendosë pra këtë rjetën ku ishte se nuk qëndronte vetëm binte. Tani ta lë kështu. S'duket këndshëm, por s'kam qa t'i bëj. O në base të marri vetëra, nuk e di qa. Nuk rrit drejt. Ose kështu janë këto lule që nuk rrin, shkoni thonjë të mi ndërko. Ne janë direkt për të prerë. Sa mbaroj këto do vete të presta thonjë se shumë jam mbushur, o thot sa që shpifur. Do heq edhe këtë lulen këtu, kjo këtu është avokado, po them që ta mbyll tek njëna këto vazët u pozë, po së zuzë ka gjë. Edhe kemi dhe 2 lule të vdekura ndaj ndërkohë. Kemi dhe këtë vazën që heqim tani. Ai, po thot është avokado, është edhe një kështu lule fasole. Pleu këtu, opa. është përjetën e miqë. Në rrë të dhulja. Në bitë që është kjo. Artë është në lili kështu për. Nuk e ti dosjeta, nuk dosjet të lule, kjo shumë që të që më përlija shumë bukur, por nuk e dërma nuk më ka të cërë.
Ok, këto do të më vjen. Është e karë, por nuk e di se që ka kështu. Dhe do të më vjen këtu. Edhe avokado. Ok, përgjim të janë këtu. Edhe në të ka në bësë të të ka në tjetër. Në sa bëtë të të. Shumë atë të në shumë drejtë. A nuk bëse si deri sa kishen të vjetën, në sa të të ishën të vjetën. Të jërë në këta aromë të kanë në të shqituar në shpi, por së në shqituar. Melova se vorim dhe kësho në gjumë. Dhe të vendosë të rrëve të në. Që të rrëve e si po këtë duke kësho. Po e tigra duke se dëmat në zotë. Dhe si përfundim në dorë për këpës, më gjeta asë në gjë. Me lodhi ashtë shumë për lodhi në to. Po balkonin dhe shkoni se shëtuar është edhe shkoni që dhe ka bëjt. Atër, këta po mendoj që ta shtoj do me thënë këtu poshtë, për i po largoj pa kamerën. Këtu do vendos, s'po më lë kjo, këtu kemi një dritë, këtu do vendos komplet drita, do aprovoj se si do duket. Edhe ta shohim tani, shikoni rezultatin në fund se si do dali. Shpresoj gjojmë në balkon, do vendos këto dritat, këto do të vendos këtu Angelo, ndërsa rritë shumë borat. Ndërsa video do të pisa të dojnë që do rrimë. Tani se do dalë vërtet që i kam në momentin time. Inshallah shpresojm të dalë kështu. Per janë kështu. Edhe janë dhe me shpresojm tani të janë jo të janë, se di se si janë, se ka marrë dhe me të tjera si këto. Frunka dhe për tjerë tani është si freskët. Se endës në ka ardha akoma vera. Atëherë dy do llogaris këtë që do vendoset tek saloni. Kjo është herë 2 që përgullit të balkonin. Mund ta keni parë dhe një herë tjetër në Instagram.
se s'dua që të ngatrojnë këto, se po ngatruan këto. Ngatruan. Hajde zgjidhesh të pasaj. Okej. Kemi një këto. Tani fillova llogaritën. Vazhdojmë i hapin lartë tani. Nuk e di se si do t'i kap. Të lë diku këto, nuk e di sa do t'duke ma ke lartë, por do të më të. Kërësha për zgjidhe, me thanë. Wow, super lava. Nuk po shkojmë më nëse tani. Këtu kanë natë këto që hapën këtu. Nuk po shkojmë se që po bëjë. Tani do vendos të dritat e tjera. Kujtë se përshamë në të jasë, në të mbatë gjësëm. Duke në këllëshëm. Por është akoma dritë edhe nuk duke mirë. Matias! Do vendosim edhe këtë fasole. Shifeni sa për do këtë. Të të më në mes është shumë anësh. Shënit sa bukur duken drita në tani që për e sotet.
Shkoj që doli shumë plot, s'ka marru akoma. Do vendosim dhe këtë që s'po më vjeni më që çfarë quhet, por është me flak. Dhe do shumë këmë që më shumë. Edhe më duket që të ndes pak të dritët, jo, do i tragojmë fund drita. Do vendos edhe një lule kështu aty, edhe lule gjera do të vendos më mbrapa. Edhe po fis të marrë dhe lulen. Nuk e ti po duket bukur ajo aty, no? Po bukur. Edhe është që sa kanë shumë doli. Edhe tani që pak më vjetër. Dhe disa dekore kështë vogla. Janë edhe këto do t'i vendos të lullet. Atër janë i këtë gjata shumë. Marë pjellë sot, se shumë poshtë ishim në garaj. Edhe nesër që do marrim një kështu djellë. Do duken shumë. Po dalë këtë vidruan. Edhe një dritë për atë, një tjetër është një për vazon tjetër, edhe këtë duke ja se duket edhe për dalë super bukur. Por këtë s'po duket edhe aq mirë, nuk di pse po duket kështu, por është shumë bukur. Mbaruam me lulet, çdo gjë, dekorimet, edhe tani do uis lulet edhe ka marrë të ushqyesim ple mësall, që është kështu i lëngshëm, edhe ju hidhet luleve, bimëve, do me thonë për ushqyerje më të mirë. Edhe po filloj ta përgatis tani. Atëherë do ta hedh te ky bidoni që është këtu dhe është 2 litra. Dhe duhet një tap për çdo litër. Ky është shumë i mirë, e kam përdorur dhe kur isha në Shqipëri. Edhe më duket sikur ushqen vërtet lulet, por shikoni ç'ka bërë. Kur e ka hapur Andre, ka hapur keq këto. Qa metode, nuk të ti pas ka hapur kështu. Okej, e jemi në fregu. Sada, qëtë më shumë. Atëherë të funksionon që se hedh më shumë që po shkoni këtu është kështu le, kështu është qyes, edhe nuk e di si pas kam hedhur aty brenda, por sa shumë i mbusha. Edhe mbushim me ujë tani. Dhe kjo do me thënë një qëtëse, do me thonë hedh funksionashtë, në qëtë se ti hedh kështu direkt në lule, në të abërbuar. Do me thonë i thamë lule direkt. Dhe në qëtë se hedh edhe do me thonë kur janë lulet dhe kur janë lule do me thonë në djell i thamë. Edhe po ta hedhësh të spërkasësh lulet e zonë se i hedh kështu nga lartë i gjethe, sërish i thanë, e do vetëm në rranjë. Edhe po hedh këtu, që
që ti ujtë tani na doli dhe dielli. Pra, mundon që mos t'i kap qepet. Pra, po kapën. Do njëm edhe këto lullet që kam këtu brenda. Nuk e ti përja thash, por kjo mund të ujësësh dhe bimët që ke jashtë. Do me thënë bimët për në dhe për... Ja ku mbaroj dhe dhoma i qumit më në fund. Keni parë dhoma të bukur se kjo këtu. Keni parë apo jo? Keni parë apo jo? He? Kush është tu? Matias? 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 Qa? Hajde! Hajde Matias! Hajde! Dhe këtu kemi vendosur një kështu shirit LED. Sa këson Matias andej. Por do vendosim komplet rreth e përqar krevatit, se këtë do me thënë që shikoni ju këtu ka qenë lart e koka e krevatit. Edhe vendosëm aty sepse do ta bëjmë komplet krevatin. Kështu këtu është krevati Matias dhe këtu ky bukuroshi këtu që shikoni. Hey, hey Matias, çfarë po bën këtu ti? Edhe mbyllim këtu këtë video dhe do shiheni sërish tek video radhës. So, bye!